Nëse një qytetar kërkon të bëjë rivlerësimin e pasurisë së tij të paluajtshme apo të pasurive të tij të paluajtshme, ku duhet të drejtohet dhe cila është procedura konkrete që ky qytetar duhet të bëjë? Atëherë ligji ka përcaktuar me saktësi rrugët, në të cilat janë dy. Një, në qoftë se qytetari kërkon të bëjë rivlerësimin sipas vlerës së pasqyruar në ASHK, që quhet vlera e referencës ose vlera dysheme, në gjuhën popullore, vlera dysheme e përcaktuar nga shteti. Atëherë, për pikën 1 do bëhet aplikimin pranë institucionit të ASHK-s dhe pranon qytetari që të bëhet me vlerën e referencës. Pika 2 është në qoftë se qytetari do t'i japi një vlerë me vlerën e tregut pronës së tij. Qoftë kjo apartament, një si tregtare, truall apo çdo lloj statusi ligjor i saj. Vlera llogaritet me anë në një eksperti privat, i cili jep një vlerë reale të kësaj prone. Këto janë dy rrugët që përcakton ligji, që ka përcaktuar ligji. Pra, e para, nëse duam vlerën e shtetit, në gjuhën popullore, ose vlerën e tregut bëhet me ekspert privat.